Pas një dekade e lënë në ares objekti ku dikur funksiononte fakulteti disperzuar i teknologjisë ushqimore në Gostivar, si ndek Universitetit të Tetovës, ka shpresë të shpëtohet nga rënimi. Aty aktualisht është vendosur shkolla fillore periferike Mustafa Kemal Atatürk, por hapësirat e tjera janë të pashfrytzuara dhe për të njëjtat askush nuk është kujdesur. Pamja nga jashtë flet më shumë për këtë objekt të vendosur në banisë të poshtme, ku xhamat e të njëjtit janë të thyera, edhe pse me vite nuk ka funksionuar. Të drejtën e shfrytëzimit ka vazhduar ta ketë TUT-ja. Kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani ka kërkuar së fundmi nga qeveria që objekti të jepet në shfrytëzim pushtetit lokal. Para 2 javë unë isha në një mbledhje të qeverisë të Republikës Maqedonisë, ku kërkova që drejta e shfrytëzimit të cilën për momentin e ka Universiteti i Tetovës, të merret dhe të jepet komunës së Gostivarit me qëllim që i njëjti objekt të fillohet të përdoret për nevojat tona, por edhe për disa instituciona të cilat kanë problem me hapësira. Përgjigja ishte se duhet të ecim do procedura. Unë shpresoj që kemi përgjigje pozitive dhe për disa muaj shpresoj që këtë objekt ta marrim, por edhe nëse nuk ndodh kjo, biseduam me stafin e shkollës fillore Mustafa Kemal Atatürk që ta rregullojmë një hapësirë të brendshme me të vetmin qëllim që nxënësit edhe gjatë muajve të dimrit të kenë ku t'i mbajnë orët e edukatës fizike. Nëse objekti do të jepej komunës në shfrytëzim, aty do të vendoseshin disa institucione kulturore të cilat kanë mungesë hapësirash në qytetin e Gostivarit. Si ide kemi biseduar edhe me teatrin e Gostivarit, por edhe me galerinë, 2 institucione të cilat realisht janë pa hapësira. Dhe besoj që në qoftë se ndodh një gjë e tillë, atëherë në bashkëpunim me ato, por edhe në bashkëpunim me qeverinë, të sigurohet hapësira edhe atyre, por edhe për ne, edhe për organizatat qeveritare, por kemi edhe disa plane për transferim do një shkolle eventualisht, kështu që ka hapësirë të mjaftueshme që të mund hapësirat të shfrytëzohen në mënyrë produktive, jo në këtë mënyrë ku objekti siç e shohim është duke u ruinuar. Objekti Sianon Limani është i paregjistruar ndërsa toka është në shfrytëzim të Universitetit të Tetovës. Ndryshe, në vitin 2015, kur edhe u mbyll Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore të Ushqyerit në Gostivar, nga udhëheqësia e hershme e Universitetit të Tetovës, u tha se kjo ka ardhur si pasojë e mosinteresimit të studentëve për të studiuar në këtë fakultet. Megjithëse u premtua se vendimi për mbylljen ishte i përkohshëm për një periudhë 1 vjeçare, ai nuk u hap më kurrë. Për mbylljen e këtij fakulteti kishte edhe reagime nga opozita e hershme në Gostivar, e cila akuzoi UT-n, Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës që udhëhiqej nga kuadri shqiptar dhe Partia Shqiptare e hershme në pushtet, se mbyllja është bërë pa njoftime paraprake dhe se u jepen leje për themelim shumë universiteteve private në Gostivar.